Mashtruesit kanë 10 tipare, mëso t'i dallosh dhe të mbrohesh, analizë e thelluar psikologjike dhe emocionale, jo gjithmonë ata që duken miqësor janë miq. Nganjëherë, më të rrezikshmit janë ata që qeshin më ëmbël. Në një botë ku maskat janë bërë më të zakonshme se fytyrat e vërteta, është e domosdoshme të mësosh t'i njohësh mashtruesit. Jo për t'u bërë paranojak, por për t'u bërë i zgjuar. Sepse e vërteta është kjo, ata ekzistojnë në çdo hap të jetës sonë, në punë, në dashuri, në miqësi, madje edhe brenda familjes. Ky tekst është një udhërrëfyes për të kuptuar psikologjinë e mashtruesve, për të dalluar sjelljet e tyre dhe për të mësuar si të mbrosh veten nga ta pa humbur shpirtin tënd njerëzor. Kjo nuk është një përmbledhje e shpejtë. Është një përballje me realitetin, një. Gënjejnë me mjeshtëri, me fytyrë të qetë, mashtruesit nuk gënjejnë si fëmijët. Ata gënjejnë me klasë. Me sy të qetë, me ton të qëndrueshëm, me një histori të menduar mirë dhe të stërvitur. Gënjeshtra e tyre është një art, jo një gabim momental, ata gënjejnë për të kontrolluar rrëfimin. Dhe nuk ndihen fajtor, sepse brenda tyre nuk kanë ndjeshmëri për atë që po bëjnë. E vetmja gjë që i shqetëson është të mos kapen. Nuk kanë ndjeshmëri për dëmin që shkaktojnë, por për rrezikun që u zbulohet gënjeshtra. Psikologjikisht, kjo tregon prani të karakteristikave të personalitetit antisocial, ose në disa raste të çrregullimeve narcisiste ose psikopatike. Gënjeshtra për ta është mjedh. Asgjë më shumë, 2. Janë të ndikuar nga interesi personal, jo nga ndjenjat reale. Mashtruesi nuk vepron nga zemra, por nga kalkulimi. Ai e mat çdo hap me pyetjen, çfarë përfitoj unë nga kjo? Nëse fiton diçka, bëhet i dashur, i sjellshëm, i interesuar. Nëse nuk fiton asgjë, largohet, ftohet, zhduket pa shpjegim. Kjo është ajo që e bën mashtruesin emocionalisht të zbrazët, sepse ai nuk lidh jetën me ndjenja, por me përfitim. 3. Janë mjeshtër të viktimizimit për të shmangur përgjegjësinë, kur i kap, nuk pranojnë faj. Përkundrazi, qajnë, luten, thonë se janë të lënduar, të keqkuptuar. Kthehen në viktim brenda sekondash. Dhe për ty që ke zemër, që ke ndjenja, kjo bëhet një kurth emocional, e ndjen fajin sikur ti je ai që e ke lënduar. Dhe në momentin që e fal, ai nuk ndryshon. Thjesht përgatit gënjeshtrën tjetër. 4. Nuk kanë vetëdije morale të qëndrueshme, mashtruesi nuk ndalet për të reflektuar nëse po bën gjën e duhur apo jo. E vetmja pyetje që bën është, apo më kapin? A funksionon kjo? Nuk kanë ndjesi faji të vërtetë. Madje, shumë shpesh, ndihen krenar për mënyrën se si të fituan. Në thelb, ndihen superior. Mendjen e tyre e mbështesin në këtë filozofi të fshehtë. Nëse dikush bie në kurthin tim, është budalla. Dhe budallënjt meritojnë të mashtrohen. 5. Janë mjeshtër të lavdërimit dhe ndërtimit të iluzioneve. Mashtruesi është artist i fjalëve. Ai të bën të ndihesh i veçantë, i rëndësishëm, ndoshta edhe i dashuruar, por gjithçka është vetëm për të arritur një qëllim. Fjalët e bukura, premtimet, shpresat, janë vetëm vegla për të arritur atë që duan. E bëjnë shpesh edhe në mënyrë të pavetëdijshme. E ndjejnë që po të manipulojnë, por nuk kanë ndërgjegje që t'i ndalë. 6. Nuk ndryshojnë kur për ty, por vetëm për interesin e tyre. Ti mund të mendosh, ndoshta do ndryshoj për mua. E vërteta është kjo, jo. Mashtruesi ndryshon vetëm kur interesi i tij është në rrezik. Ndryshimi i tij është strategjik, jo emocional. Nuk ndalet sepse të do, por sepse nuk i leverdis më të vazhdojë në të njëjtën mënyrë. Ai mund të bëhet më i butë, më i sjellshëm, por vetëm për të rimarrë kontrollin. Pasi ta rimarrë, maska bie sërish. 7. Janë gjithmonë në një rol, mashtruesi nuk është kur vetvetja. Ai gjithmonë luan një rol të dashurit, të mikut të përkushtuar, të punonjësit model, të prindit të përkushtuar, por pas fasadës qëndron boshllëku. Në vetmi, mashtruesit janë të zbrazët emocionalisht. Ata nuk dinë të ndërtojnë ndjenja reale. Prandaj jetojnë në role. Sepse janë të paaftë për jetë të vërtetë. 8.
Janë mjeshtër të ndarjes dhe dobësimit të vetbesimit tënd. Një nga taktikat më të fuqishme të një mashtruesi është të dobësojë vetbesimin tënd. Kur ti je i fortë, e sheh qartë kush është. Kur je i dobët, dyshon në perceptimet e tua dhe e lejon ta kontrollojë mendjen tënde. Ata mund të thonë, je shumë emocional. Je shumë xheloz. Je gjithmonë problematik. Në fakt, po të nxisin të mos i besosh ndjesive të tua. Kështu të bëjnë më të lehtë për t'u kontrolluar. 9. Ata kanë një mënyrë për të bërë të ndihesh fajtor edhe kur janë ata që kanë gabuar. Kur përballesh me mashtruesin, ai bën gjithçka për ta kthyer tavolinën kundër teje. Mund të thotë, unë e bëra atë sepse ti më shtyve. Nëse ti do ishe më i kuptueshëm, kjo s'do kishte ndodhur. Ti gjithmonë më dyshon, kështu që pse të mos e bëja? Ky është manipulimi klasik, gaslighting, të bëjnë të dyshosh në të vërtetën tënde. 10. Nuk ndalen kurrë derisa ta thajnë shpirtin tënd. Mashtruesi nuk ndalet derisa të marrë gjithçka, besimin tënd, ndjenjat, mbështetjen, mundësitë dhe ndonjëherë edhe paratë e tua. Janë si një vrimë e zezë që thith gjithçka përreth dhe nuk jep asgjë pas. Ai nuk ndjen keqardhje për shkatërimin që lë pas. Thjesht kalon tek viktima tjetër. Çfarë duhet të bësh për të mbrojtur veten? 1. Bëhu i vëmendshëm ndaj fjalëve që nuk përputhen me veprimet. Nëse dikush thot se të do, por të lëndon vazhdimisht, ai nuk të do, ai të përdor. 2. Mos e justifiko një sjellje toksike vetëm sepse e do personin. Dashuria nuk është arsyetim për abuzim emocional. 3. Besoj intuitës tënde. Nëse diçka nuk të duket mirë, ka gjasa të mos jetë mirë. 4. Vendos kufi dhe mos lejo askënd t'i shkel pa pasoja. Mashtruesit nuk e respektojnë një kufi nëse ti nuk e mbron me vendosmëri. 5. Mos e mbaj një mashtrues në jetën tënde me shpresën se do ndryshojë. Ndryshimi i vërtet vjen nga brenda, jo nga përpjekja jote. Përfundim, të njohësh mashtruesit nuk do të thotë të bëhesh mosbesues ndaj gjithë botës. Do të thotë të bëhesh më i mençur, më i ndërgjegjshëm dhe më i aftë për të mbrojtur zemrën tënde. Njerëzit që duan vërtet, nuk luajnë me ty, ata nuk të bëjnë të dyshosh në vlerën tënde. Ata nuk kërkojnë përfitime nga dhimbja jote. Ata ndërtojnë, nuk rënojnë.